Mirë se vini në këtë video. Sot do të flasim për 6 kushtet e imanit, themelet e besimit islam. Këto kushte janë të rëndësishme për çdo musliman dhe na udhëheqin në jetën tonë të përditshme. Gjithashtu, do të përmendim ajete kuranore që na ndihmojnë të kuptojmë rëndësinë e tyre. Qëndroni me ne për të zbuluar më shumë. Kushti i parë, besimi në Allahun. Besimi në Allahun është kushti i parë dhe më i rëndësishmi. Ne besojmë se Allahu është një, i plotfuqishëm dhe i gjithëmëshirshëm. Allahu në një ajet kuranor thuaj, ai është Allahu, një. Allahu është i vetmi, që nuk ka nevojë për askën, ndërsa të gjithë kanë nevojë për të. Surja Ihlas 112, 1-2. Po ashtu në një ajet tjetër Allahu thot, Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç atij. Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e kap as kotja as gjumë, gjithçka ka në qiell dhe në tokë është vetëm e tij. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai, pos me lejen e tij, e di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di, tjerët din vetëm aq sa ai ka dëshiruar, kursia e tij, dia sundimi, përfshin qiell dhe tokën. Kujdesi i tij ndaj të dyjave nuk i vjen rënd, ai është më i larti, më i madhi. Surja El-Bekare 2, 255. Ky ajet, i njohur edhe si ajeti Kursi, e pasqyron madhështinë e Allahut dhe rëndësinë e besimit tek ai si krijuesi dhe mbështetësi i gjithçkaje. Kushti i dytë, besimi në engjëjt. Muslimanët besojnë se engjëjt janë krijesa të Allahut që kryejnë urdhrat e tij dhe e mbikëqyrojnë njerëzimin. Në një ajet kuranor Allahu thot, ata që e mbajnë arshin dhe ata që qëndrojnë rreth tij e madhërojnë Zotin e tyre. Surja Gafir 47. Në një tjetër ajet kuranor Allahu thot, pejgamberi beson në atë që i zbriti atij nga Zoti i tij, si edhe besimtarët. Secili beson në Allahun, në engjëjt e tij, në librat e tij dhe në të dërguarit e tij. Surja El-Bekare 2, 285. Ky ajet tregon qartë rëndësinë e besimit të engjëjt, të cilët janë krijesa të Allahut dhe kryejnë urdhrat e tij. Engjëjt janë një pjesë e rëndësishme e sistemit hyjnor në Islam dhe luajnë rol në komunikimin e mesazheve hyjnore, mbrojtjen e njerëzve dhe shumë detyra të tjera që Allahu u ka caktuar. Kushti i tretë, besimi në librat e shenjta. Besimi përfshin pranimin e të gjithë librave të shenjta të zbritura nga Allahu, si Kurani, Injili, Teurati dhe Zeburi. Në një ajet kuranor Allahu thot, ne të zbritëm librin, Kuranin, që është vërtetues i atyre që ishin para tij. Surja Maide 5, 48. Në një tjetër ajet kuranor Allahu thot, o ju që besuat. Besoni në Allahun, në të dërguarin e tij, në librin që ja shpalli të dërguarit të tij dhe në librat që i ka shpallur më parë. Ai që nuk beson Allahun, engjëjt e tij, librat e tij, të dërguarit e tij dhe ditën e fundit, ka devijuar thellë. Surja El-Nisa 4, 136. Ky ajet na urdhëron të besojmë në të gjithë librat e shpallur nga Allahu, përfshirë Teuratin, Injilin, Zeburin dhe Kuranin, si pjesë e besimit tonë të plotë. Kushti i katërt, besimi në profetët e Zotit. Besimi në të gjithë profetët e Allahut, që nga Ademi e deri tek Muhamedi, paqja qoftë mbi të. Në një ajet kuranor Allahu thot, i dërguari i besoi asaj që ju shpall prej Zotit të tij, e ashtu edhe besimtarët. Secili i besoi Allahut, engjëjve të tij, shpalljeve të tij, të dërguarve të tij. Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e tij dhe thanë, ju përgjigjëm thirrjes dhe respektuam urdhërin. Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë. Vetëm te ti është ardhmëria jonë. Surja El-Bekare 2, 285. Kushti i 5, besimi në ditën e gjykimit. Ditën kur të gjithë njerëzit do të ringjallen dhe do të japin llogari për veprat e tyre. Allahu në një ajet kuranor thot, të mirat e besimtarve do të jenë në xhenet, kurse të këqijat në xhehenem. Surja Zilzal 99, 7-8. Po ashtu në një ajet tjetër Allahu thot, dhe kudo që të jeni, ai do t'ju mbledh të gjithëve në ditën e Kiametit. S'ka dyshim për këtë. Dhe kush është më i vërtet në fjalë se sa Allahu. Surja El-Nisa 4, 87. Ky ajet na rikujton se dita e gjykimit është e pashmangshme dhe e vërtetë, dhe se të gjithë njerëzit do të mblidhen para Allahut për të marrë shpërblimet ose dënimet e tyre. Kushti i 6, besimi në caktimin hyjnor, kaderin. Besimi se çdo gjë ndodh me urdhrin e Allahut, qoftë e mirë apo e keqe.
Besimi në caktimin hyjnor, kaderin, është një prej shtyllave të imanit, dhe Kurani e përmend qartë se gjithçka ndodh sipas urdhrit dhe vullnetit të Allahut. Janë një ajet që vërteton këtë: ne e kemi krijuar çdo gjë me mas. Surja El-Kamer 54:49. Ky ajet tregon se çdo gjë është e përcaktuar nga Allahu në mënyrë të saktë dhe të përsosur. Gjithashtu, Allahu në një ajet tjetër thotë: asnjë fatkeqësi nuk godet tokën dhe as vetë ju, përveç se është shënuar në libër, Leui Mahfudh, para se ta bëjmë atë të ndodhë. Vërtet, kjo është e lehtë për Allahun. Surja El-Hadid 57:22. Ky ajet na kujton se çdo gjë e mirë dhe e keqe është saktuar nga Allahu para se të ndodhë, duke na ftuar të kemi besim dhe durim në atë që Allahu ka përcaktuar. 6 kushtet e imanit janë themeli i besimit tonë dhe udhërrëfyesi për një jetë të drejtë dhe të pastër. Ato na kujtojnë lidhjen tonë me Allahun dhe rëndësinë e veprave tona. Faleminderit që na ndoqët. Mos harroni të pëlqeni, të abonoheni dhe të ndani këtë video me të tjerët. Shihemi në videot e radhës. Deri atëherë, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me ju.